Tha dikush, ja Rasulullah, nëse dikush prej neve don t'i ketë teshat e mira dhe të bukura, dhe nallet e mira dhe të bukura, a është kjo mendje madhësi? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, nuk është kjo mendje madhësi. Çka është mendje madhësi? E para, me kundërshtu hakun. Ta tregon dikush, thot, kjo shtu është gabim e ki. Ty t'vjen i nati, filani ka mbet me mësu dhe nuk e pranon. Kjo është mendje madhësi. Dhe me i nënçmu njerëz. Nënçmimi i njerëzve është mendje madhësi, ndërsa të vishesh bukur, kjo nuk është mendje madhësi, nëse ti nuk arrin me ten mendje madhësi, nëse ti nuk lavdrohesh me te, ndërsa nëse fillon të lavdrohesh, a peshe këtë fmish po, a di sa e kam ble, a peshe orën, firma me shtrejnë, a peshe kravatën, a di prej ku ma kam pru, e kështu me ratë, nëse fillon mu lavdru, kjo është rrezik, ndërsa nëse vishesh mire dhe bukur, kjo është prej islamit dhe nuk kalon në mendje madhësi.